po vetëm në emision e hapëm një debat, një derë të madhe që duhet të diskutuar në gjitha institucionet e vendit, edhe këta dhe avokati ka me diskutu që e keni aty, çdo të smaki që e një këtë temë, edhe anë e drejtësisë e një po mirë, po kështu, është pjesë që në ndihme sa që ne duhet këtë pjesë a diskutoj për shkolla të mesme dhe për klasëve të nënta, do në shkollën fillore për klasës 9, sepse pjesa më vitale e rinisë është mosha 14, 15, 16, 17 dhe 18 vjetë. Do në klasa 9 deri në fund të shkollës mesme, që nuk e kanë qartë në çfarë rreziqe ekspozohen. Që është shkëbe nevojshme që këto rreziqe më mbrojten. Nuk është e mundshme ndoshta veç prind, po duhet gjitha aktorët më inkorporu që këtë rini të mrekullueshme që e kenë, ta ruajmë në formën më të mirë të mundshme. Unë e vrej edhe vazhdimisht i kam kritikuar sepse e kem pa në afërsi të shkollave të mesme, në të gjitha qytetet e Kosovës është vërejt këto dilera që dhe shpërndarës të drogës, që po besoj edhe menoj që besoj që institucionet e ranit kompetencët më me kry punën më të mirë të mundshme për me evitu këtë rrezik të fëmijëve që eksplozohen afër objekte të shkollave të mesme ose klasëve të nënta. Sepse kjo është një moshë domthonë në pubertet, që nuk e ka të qartë çka don, po është kriza që edhe që e një vetveten që është shumë i pjekur, shumë i zhvilluar, dhe manej në këtë fazë është gjendje gjithçka me përdorë që mendon që është mirë në ti, po nuk i din pasojën. Po ne çka duhet më bëjë është në shkollat të mesme dhe fillore duhet të organizojmë thirrjet në program është domthonë si brenda shkollës, edhe që duhet më diskutu pikërisht për këto tema, domthonë me hap debat dhe me nxënësat edhe sa është rreziku dhe sa ekspozon për këtë rreziku, sepse ka shumë fëmijë që nuk e kanë qartë çfarë rreziku janë të ekspozu, edhe sa mund një kushtu. Domthonë ato sa kanë filluar jetën, nëse hyn këto faza, domthonë e përfundon jetën këtë pa filluar hala. Që këta duhet të kenë shumë kujdes sepse jeta ka dhe shumë sfida tjera që i pret, domthonë deri në moshën e pleqërisë. Nëse fillojmë me këtë fazë të hershme përdorimin e narkotikëve, ne edhe të gjithë e dinë që është dobësim i trunit, i trupit, i organeve vitale të trupit, edhe nuk mund të ketë në zhvillim normal. Domthonë mbrojtja për këtyre ose tërheqja për këtyre substanca ndryshme narkotike janë shansat minimale që mund me tërheq dikush me këtë në gjendje normale. Sepse kjo ndikon edhe në shoqëri, jo vetëm tek të ri, domthonë shoqëria filloi me targetu edhe me identifiku që ky i takon një grupi të caktuar të narkotikëve dhe e izolojnë, që është goxha ana psikologjike dhe sociale ndikon shumë negativisht te këto grupe që te këto grupet e marginalizuar, sa që fillojnë edhe më shumë me hyn këtë hendekun e narkotikëve ose përdoruesve të tyre si pasojë që izolohen për shoqërisë tjetër, edhe nuk ka kush të nxjerr për atyre. Ne, për shembull, vënë jonë jemi një shoqëri shumë e vogël, edhe shpejt e identifikojmë edhe dim se kush është përdorues edhe dim sa mund me pranu brenda rrethit shoqëror. Pajtona me secilin fëmijë ose familje që nuk e pranon një diçka brenda rrethit shoqëror, sepse risku është shumë i madh për secilin të ri. Kështu që andaj bëj thirrje edhe institucionet që të jenë më tashra në lidhje me këtë dukuri, sepse unë jam sociolog edhe disa herë në shkolla që po diskutu këtë pjesën dhe riskën e shkollave për nxënësve në shkollat mesme sa të rrezikuar. Rregullisht kam pas revolta të ndryshme të nxënësve që i nxit këtë dikush prej jashtë sepse prova me folën këtë aspekt kundër narkotikëve, sepse kjo është diçka e mirë. Ka pas disa raste edhe në disa raste janë identifikuar